Në datat 25 dhe 26 prill, Tirana u kthye në qendër të frymëzimit dhe fuqizimit të grave, duke pritur për herë të parë në Shqipëri samitin ndërkombëtar Women Power 2025. Ngjarja u organizuan nga Global Women Club Diaspora dhe u zhvillua në ambientet e Hotel Plaza, me pjesëmarrjen e 10 grave të suksesshme nga vendi dhe diaspora. Në udhëheqjen e Mirela Sules, themeluese dhe CEO e Global Women Diaspora, Linda Prendit, CEO e Global Women Magazine, dhe Neraida Bicakut, drejtoresh ekzekutive e Global Women Club, Diaspora and Foundation, ky summit solli një atmosferë dinamike diskutimesh, frymëzimi dhe bashkëpunimi. Përgjatë 2 ditëve të summitit, u zhvilluan 13 panele tematike që trajtuan sfida dhe mundësi në fusha si politika, drejtësia, biznesi, kultura, media dhe edukimi. Ndër pjesëmarrëse të njohura ishin si Nora Malaj, politikane dhe ambasadore e paqes, Grida Duma ish deputete dhe analiste, Edlira Çapuni, juriste dhe aktiviste për të drejtat e njerëzit, Monika Kryemadhi, politikane dhe lidere partijake, Shukrie Ramadani, diplomate nga Kosova, dhe Eni Çubani, juriste dhe personalitet mediatik. Në mëngjes dalim nga një derë një familje dhe të tërë ne mbajmë patjetër atë të cilën apo cilët familja. Nëse ne nuk do mbajmë familje, ta forcojmë atë, ta edukojmë, ta kulturojmë në nivele në cilat nuk do shkonim kur në këto debate apo situata të vështira që ne nuk shikojmë realitetin shqiptar. Prandaj për mua vëmendja më e madhe është familja. Flasim shumë, po bëjmë shumë pak. Kështu që të flasësh është një anë e problemit dhe bëjmë shumë mirë. Po çfarë bëjmë për familjen? Kush janë ato gjërat të cilat familjen e mbajnë në këmbë? E para një herë mentaliteti. Shpesh e shohim familjen si një ndoshta krye familjari i cili ka të gjitha të drejtat, edhe anëtarët e tjerë të familjes të cilët duhet i shërbejnë kryesisht krye familjare. Në Kosovë, kohës së fundit, po flas në jo duke i përjashtu pjesët rurale, ka një vedisim shumë të lartë në lidhje me të drejtat, sidomos në aspektin e gruas, në pozicionin e saj brenda familjes. Unë shpesh them që ne kemi në Kosovë një kornizë të mjaftueshme ligjore, e cila e rregullon në mënyrë shumë të qartë, në mënyrë shumë perfekte të drejta detyrimet e secilit anëtar të familjes. Pastaj lidhje edhe me divorcet, lidhje me kujdestari, detyrimet e prindërve që i kanë ndaj fëmijëve. Po pastaj kur vjen çështja tek praktika, aty kemi shumë probleme. Të pranishmit paten mundësinë të dëgjojnë historitë personale të këtyre grave, duke nxjerrë në pas sfidat që ato kanë përballuar dhe sukseset që kanë arritur. Një nga momentet më të veçanta ishte rrëfimi i Mirela Sules, e cila ndau rrugtimin e saj nga mësuese në një fshat të Shqipërisë në themeluese të një platforme globale për gratë. Pjesë e samitit ishin gjithashtu figura nga arti dhe kultura, si aktoria Rudina Dembacaj dhe këngëtarja Jehuna Sopi, të cilat ndanë eksperjencat e tyre për sfidat në botën e artit. Një vëmendje të veçantë mori edhe trashëgimia kulturore me kontributin e Klodiana Tuptanit, administratore e Kalaja e Tiranës, ndërsa krah kësaj të fundit foli edhe gazetarja, njëherët redaktore televizionit të UTA, Dafina Teliqi. Kur jemi takuar në zyrat e televizionit, mund hejset e Global Women, ka qenë një emocion në vete, sepse ndoshta unë shpesh e them që ne syti kemi nga Shqipëria, syti kemi nga Kosova, sepse ato janë dy shtetet tona anë që ne kërkojmë të kemi mbështetje edhe përkrahje. Kam lindur në vitin 1992, në atë vit ku për herë të parë redaksia shqipe e televizionit shtetëror të Malit të Zi hapi një det të vogël për të publikuar dhe për të sjellë zërin e shqiptarëve. Në vitin 1998 u hap një radio, e është Radio Mir, filloi le të themi fillimet e saj në Tuz, atje ku është një tjetër komunë shqiptare në Mal të Zi, për të kaluar pas 2 viteve në vitin 2000 dhe në televizion, ndërsa në vitin 2004 vjen në Ulqin, aty ku është akoma dhe sot. Kur erdhi në Ulqin kam qenë vetëm 12 vjeçe. Dua vetëm të dal pak diçka më para. Prindrit e mi janë nga Ulqini, por kanë jetuar në Kosovë. Papa ka jetuar për 20 vite në Kosovë. Unë linda në vitin 1992. Në vitin 93 fillojnë tranzirat në Kosovë, na marrin shtëpinë, çdo gjë dhe kthehemi në vetlindje. Kthehemi
në një fshat të vogël të Ulqinit, aty ku vazhdojmë të jetojmë edhe sot. Edhe në vitin 2004, kur vjen televizioni Teuta në Ulqin, unë jam 12 vjeç me ëndrat që edhe unë dua të dal në skenë, edhe unë dua të jem prezantuese, sepse vetëm aq e kuptoja unë gazetarinë, si një prezantuese, asgjë më shumë. Nga ato çfarë më flisnin prindrit ishte që gjuha shqipe, të dëgjohej shqip, të dëgjoheshin festivalet e radio-televizionit shqiptar, prindrit e mi dhe gjyshrit e mi, ka qenë vështirë, është bërë me dritare të mbyllura, sepse kanë burgosur. Por kur erdhi ky televizion në Ulqin, unë thoja, ashtu siç i shoh ato të njohurit të bëhem edhe unë, nuk e dija sa sfiduese ishte. Unë në Ulqin jam 5 ditë në ekran, ju askush nuk njihni besoj. Unë ju njoh juve të gjithëve. Unë jam 5 ditë në ekran, në një televizion lokal i cili unë nuk vin nga një biznes familjar, por vin nga një televizion lokal privat i cili në thelb ka familjen, traditën e mbi gjitha gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe, ato të cilën me ngull ne duam që ta ruajmë, është një televizion që funksionon 80% në gjuhën shqipe, 20% e mbulojmë në gjuhën malazeze, sepse çfarë ndodh? Ne kërkojmë dokumentacione, të gjitha kemi në gjuhën malazeze. Ne duhet i përkthejmë. Ka shumë gjëra që nëse unë flas për funksionimin e medias në Maltëzi në gjuhën shqipe, ka shumë diskriminime, por nuk na kanë dalur asnjëherë. Unë kam fatin që sot jam këtu ku jam, pa një le të themi bashkëpunimi të mirë. Kemi vajza nga Ulqini këtu sot, ashtu siç kam edhe kolegët e mia këtu nga televizioni Teuta, të cilat e udhëheqin edhe si drejtoresha, edhe pjesën e marketingut, edhe pjesën e gazetarisë. Nuk dua të lë pa përmendur, kemi një vajzë atje që merret me art dhe kulturë. Kështu që janë, le të themi, vajzat ato të cilat fatmirësisht po vazhdojnë të ngulin për të ruajtur identitetin. Edhe diçka tjetër do të them që bashkohemi së bashku në bisedë. Ajo çfarë është e rëndësishme për të cekur, asnjë punëtor në këtë televizion nuk ka të njëjtin vjenër. Për t'i dhënë mundësi sa më shumë të rinjve, sa më shumë familjeve shqiptare që të bëhen pjesë e televizionit. Samiti përfshiu gjithashtu workshope praktike, ku gratë diskutuan mbi balancimin e jetës personale me karrierën, si dhe teknika për zhvillim personal dhe profesional. Ngjarja u përmbyll me një mbrëmje gala, ku shumë gra u vlerësuan për arritjet dhe kontributet e tyre në shoqëri. Women Power 2025 nuk ishte vetëm një event, por një thirrje për bashkëpunim dhe veprim ku solli në vëmendje rëndësinë e mbështetjes mes grave dhe fuqinë e komunitetit për të sjellë ndryshim të qëndrueshëm në shoqëri.